5 persona janë kapur në një call center ku mashtroheshin shtetas të huaj përmes telefonatave për të investuar në bursa fiktive. Mësohet se 3 prej tyre janë arrestuar, mes të cilëve është menaxheri dhe 2 punonjës. Gjithashtu 2 punonjëse të tjera janë proceduar penalisht. Sipas informacioneve të policisë, mësohet se call centeri ndodhej në zonën e Selitës, një ambient ku bëhej mashtrimi për shtetas të huaj përmes telefonatave, duke i joshur për të bërë investim në bursa fiktive. Nga informacionet mësohet se në pranga ka rënë menaxheri call centeri Claudio Sulejmani dhe 2 punonjësit Franco Karemani dhe Erik Len Arapi. Gjithashtu, 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Këta 2 të fundit akuzohet se kishin marrë me qira ambientin dhe kishin përshtatur për zhvillimin e aktivitetit të palishëm, ku mashtroheshin shtetas të huaj. Nga kontrollet në ambient, policia ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale, pajisje kompjuterike, telefona celular dhe prova të tjera materiale që përdoreshin nga ky grup të rinj për të mashtruar shtetasit e huaj. Ndërkohë, uniformat blu po vijojnë punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje dhe kapjen e 2 personave të tjerë, të cilët janë shpallur në kërkim.